Gjykata e Tiranës ka vendosur të mos sekuestrojë rreth 20 pasuri përfshirë kompani, dyqane, apartamente dhe vila me vlerë të afërt 50 milion euro, të cilat prokuroria dyshonte se vinin nga aktiviteti kriminal i personave që i zotrojnë. Vendimi i fundit u dha nga gjyqtari Altin Abdiu, i rikthyer në funksion këtë vit nga Komisioni i Posaçëm i Apelimit. Pasuritë i përkasin personave të lidhur me biznesmenin e njohur Elman Abule, mik i afërt i Erion Veliajt, kryebashkiaku të Tiranës, si edhe Kristian Boçi, Vladimir Avrami dhe 4 persona të tjerë. Abule ka precedent penal në Belgjik për vjedhje të dhunshme dhe krijim bande, ndërsa Boçi është arrestuar më parë në Itali dhe lidhet me aktivitetet paligjshme dhe trafik ndërkombëtar droge. Vendimi kundërshton kërkesën e prokurorisë së Tiranës për sekuestrimin e pasurive. Çështja ka kaluar më parë në apel dhe gjykatën e lartë, ku vendimet e mëparshme për sekuestrimin ishin prishur për rishqyrtim, duke krijuar një histori të gjatë juridike mes prokurorisë dhe të proceduarve. Prokuroria pretendon se kompanitë dhe pronat u përdorën për pastrim parash dhe maskim të aktiviteteve të paligjshme, ndërsa gjykata ka vendosur të lirojë pasuritë duke mos pranuar argumentet e hetimeve. Gjykata e Posaçme ka shtyr për më 15 janar seancën ndaj të pandehurve në dosjen Plumbi Art për shkak të mungesës së avokatëve të dy prej tyre. Gjyqi është në fazën e pyetjes së dëshmitarëve të propozuar nga SPAK. Në seancën e kaluar më 18 dhjetor, dëshmoi pronari i një shkolle private në Tiranë, Lulzi Masha, i cili rrëfeu momentet e tmerrit kur u sulmua më 18 janar 2022 me armë zjarri. Ai tregoi se atentatori i identifikuar më vonë si Skerdi Tase qëlloi ndaj tij teksa lëvizte me makinën e tij tip Mercedes-Benz ML, por fal një çasti fatlum Masha shpëtoi pa lëndime. Masha sqaroi se nuk ishte konflikt apo borxh me dikë dhe nuk njihte asnjë nga të pandehurit, duke përfshirë Suel Çelën, emrin e të cilit e kishte dëgjuar vetëm në media. Ai përshkroi gjithashtu se atentatori e priste në një kthes të fortë, duke qelluar drejt tij nga trotuari, ndërsa mbi vendngjarje ishin edhe 2 topografë që po masnin rrugën. Dëshmia e tij është pjesë e hetimeve të SPAK-ut për zbardhjen e këtij atentati të armatosur, ku Masha ka theksuar se djali i tij dhe familja nuk kanë konflikte apo borxhe, duke e paraqitur sulmin si një akt të qëllimshëm kriminal pa motiv të njohur personal. Prokuroria e Shkodrës ka sekuestruar pasuritë e shtetasit Bregeno Binoshaj dhe të familjarëve të tij, pasi dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale dhe nuk justifikohen me të ardhurat të ligjshme. Vendimi është marrë me kërkesë të prokurorisë në bazë të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar përmes masave parandaluese kundër pasurisë. Nga hetimet rezulton se Binoshaj është dënuar më parë nga autoritetet franceze për trafik të lëndëve narkotike, ndërsa verifikimet financiare kanë nxjerrë në pa një mospërputhje të theksuar mes pasurive të zotruara dhe të ardhurave të deklaruara. Në kuadër të këtij vendimi janë sekuestruar disa automjete luksoze dhe mjete motorike në emër të tij dhe familjarëve, si edhe të gjitha llogaritë bankare të lidhura me ta. Prokuroria thekson se masa synon goditjen e pasurive që burojnë nga aktiviteti kriminal. Në platformën WhatsApp po qarkullon një fushat mashtruese ku përdoruesit marrin mesazhe që paraqiten si kërkesa për votim për çmimin e parë të një burse falas. Mesazhe të cilat mund të dërgohen nga kontaktet njohura synojnë të mashtrojnë përdoruesit dhe të marrin kontrollin e llogarive të tyre, duke i drejtuar ata në faqet rreme dhe duke kërkuar kode verifikimi që përdoren për të vjedhur llogarit. Për të shmangur rënien prej këtij mashtrimi, policia e shtetit rekomandon të mos klikojnë në lidhje të dyshimta, pavarësisht se ato vijnë nga kontaktet njohura. Të mos japin kode verifikimi, fjalkalime apo të dhëna personale, të aktivizojnë verifikimin me 2 hapa në WhatsApp, të raportojnë çdo rast të dyshimt. Përdoruesit duhet të tregojnë kujdes të shtuar ndaj mesazheve që ofrojnë çmime, votime ose përfitime të menjëhershme. 30 vjeçari shqiptar Aldo i dënuar me 3 vite burg për një incident me armë zjarri në Luksemburg në fund të vitit 2020. Dyshohet se është sot një figurë kyçe e një bande shqiptare të përfshirë në trafikimin e kokainës drejt Hollandës. Lajmi raportohet nga mediat hollandeze që e lidhin atë me transportin e 475 kg kokainë drejt portit të Vlissingen. Hetimi po zhvillohet mes bashkëpunimit mes autoriteteve antidrog në Belgjik, policisë hollandeze dhe strukturave të tjera ligjzbatuese, ndërsa në dosje përfshihen edhe persona me precedent të dhunshëm kriminal. Me 24 nëntor 2020, Aldo hapi zjarr në një bar shisha në Remish të Luksemburgut, duke plagosur rënd një bashkëdhetar. Pas ngjarjes ai u shpall një nga personat më të kërkuar në Europë. Ai dyshohet gjithashtu për një shkëmbim armësh në Tiranë në vitin 2021 dhe u arrestua në Bruksel në dhjetor të atij viti. Një kiosk dhe 2 automjete janë përfshirë nga flakët gjatë orëve të natës në aksin Librazh-Prenjas pranë fshatit Xhyr. Zjarri ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Paraprakisht autoritetet dyshojnë se ngjarja mund të ketë qenë e qëllimshme edhe pse nuk përjashtohet pista e një shkëndije elektrike si shkak i flakëve. Zjarri është neutralizuar pas ndërhyrjes së shërbimeve përkatëse, duke shmangur përhapje në zona të tjera përreth. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, si edhe për identifikimin e autorëve nëse konfirmohet zjarrvënia e qëllimshme. Një 60 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Gjermani me qëllim ekstradimi në Shqipëri. Bëhet fjalë për Hito Musain,
ndaj të cilit gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Sipas policisë, Musaj akuzohet për veprat penale falsifikimi dokumenteve, shkatrimi pronës dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Ai dyshohet se përmes falsifikimit të një leje ndërtimi ka përvetësuar apartamentin e një shtetasi në Vlorë, të cilin më pas e ka prishur për të ndërtuar një objekt tjetër me përmasa më të mëdha. Arrestimi u krye në kuadër të operacionit koduar The Wanted, fal bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe autoriteteve gjermane. Procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë pritet të nisin në ditët në vijim. 11 persona janë arrestuar, ndërsa një i mitur 17 vjeç është proceduar në gjendje të lirë. Ky është bilanci i një operacioni të policisë pas një sherrri që ndodhi në një bar në San Sisto të Italisë. Të gjitha arrestuarit të moshave nga 19 deri në 31 vjeç me origjinë shqiptare, rumune dhe maqedonase janë dërguar në burg. Bëhet fjalë për të rinj që banojnë në këto zona të Italisë. Sipas hetuesve, në përleshje janë përfshirë një grup shqiptarësh dhe një grup maqedonasish. 5 nga të arrestuarit rezultojnë të njohur për forcat e rendit me disa precedent penal. Të parët që ndërhyrën në vendngjarje ishin karabinierët, të cilët u përballën me disa persona që po rriheshin në mënyrë të dhunshme. 2 të rinj arritën të largoheshin me shpejtësi me një makinë dhe gjatë arratisjes përplasën një nga personat e përfshirë në sherr. Bëhet fjalë për një 27 vjeçar maqedonas, i cili u shtrua më pas në spital me disa fraktura në gjymtyrët e poshtme. Menjëherë pas kësaj mbërritën përforcime nga policia dhe patrullat të tjera të karabinierëve, gjë që bëri të mundur arrestimin në flagrancë të shumicës prej tyre. Policia vijon kërkimet për 2 personat e arratisur. Një person është gjetur i pajet në fshatin Spite në qarkun e Lezhës. Sipas të dhënave paraprake, viktima ka plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit, ndërsa dyshohet se ka qelluar veten. Trupi i pajet është transportuar në morgun e Spitalit të Lezhës për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore, e cila pritet hedh më shumë dritë mbi shkaqet e vdekjes. Policia ka nisur hetimet dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa ende nuk ka informacion zyrtar mbi motivet apo dinamikën e plotë të incidentit. Një punonjës i sigurisë në Spitalin Rajonal të Fierit është plagosur me thik pas një konflikti me një qytetar. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e urgjencës ku një automjet i parkuar keq po pengonte qarkullimin e ambulancës. Sipas policisë, 44 vjeçari Shkëlqi Murati kishte parkuar makinën në mënyrë të gabuar, ndërsa punonjësi i sigurisë ka lëvizur automjetin për të liruar rrugën. Ky veprim ka acaruar Muratin, i cili fillimisht ka debatuar verbalisht dhe më pas e ka goditur punonjësin e sigurisë me thik në njërin krah. I plagosuri ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa policia ka arrestuar autorin e dyshuar banues në Fier. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë. Ushtria kineze ka nisur të hënën shërbitjen më të madhe ushtarake përreth Tajvanit me emrin e koduar Misioni i Drejtësisë 2025, e cila përfshin përdorimin e armëve dhe simulimin e bllokadës së porteve kryesore të ishullit. Pekini pretendon se Tajvani është territori i tij dhe nuk përjashton përdorimin e forcës për i bashkimin. Stërvitja 2 ditore shërben si paralajmërim kundër forcave separatiste dhe ndërhyrjes së jashtme, sipas agjencisë shtetërore kineze Xinhua. Tajvani ka dënuar veprimin si irracional dhe ka mobilizuar forca për reagim ndaj emergjencave, duke kërkuar nga Kina të mos krijojë tensione rajonale. Forcat kineze do të kryejnë patrullime detare dhe ajrore, bllokim të porteve dhe zona kyçe, si edhe operacione parandalimi shumë dimensional për të fituar epërsi ajrore dhe detare dhe për të ndërprerë mbështetjen ushtarake të jashtme. Analistët e shohin këtë si një test të vendosmërisë së SBA-ve pas njoftimeve për një paketë shitje armësh për 11.1 miliard dollarësh për Tajvanin dhe sanksioneve simbolike kineze ndaj kompanive amerikane. Ky raund i 7 i manovrave kineze rreth Tajvanit që nga viti 2022 vjen gjithashtu para vizitës së planifikuar të presidentit Donald Trump në Pekin në prill të vitit të ardhshëm dhe demonstron tensionet e vazhdueshme strategjike në rajon. Ushtria amerikane njoftoi të hënën se ka vrarë 2 persona në një sulm ndaj një anije që dyshohet se transportonte drogë në ujërat ndërkombëtare të Oqeanit Paqësor Lindor. Komanda e Bërbashkët për Amerikën e Jugut tha se operacioni u zhvillua sipas urdhrit të sekretarit të luftës Pat Hegseth ndaj një anije që i përkiste një organizate të huaj terroriste. Viktimat u identifikuan si 2 narkoterroristë që nga fillimi i shtatorit forcat amerikane kanë bombarduar 10 anije të ngjashme në detin e Karajibeve dhe Paqësorin Lindor me të paktën 107 persona të vrarë gjatë këtyre operacioneve. Veprimet kanë ngjallur shqetësim ndërkombëtar, ndërsa ekspertët dhe OKB kanë vënë në pikpyetje ligjshmërinë e këtyre sulmeve. Sulmi i fundit thekson përpjekjet e SBA-ve për të goditur rrjetet ndërkombëtare të trafikut të drogës, por gjithashtu rritet edhe debatet mbi përdorimin e forcës në ujërat ndërkombëtar.